Tre arsye pse nuk duhet të pini kafe me stomakun bosh. Sapo zgjoheni në mëngjes, shumë prej nesh vrapojnë direkt për të përgatitur një kafe dhe zakonisht e konsumojnë me stomak të zbrazët. Edhe pse kafeja ka efekte pozitive në disponim, konsumi i tepërt i saj mund të ndikojë në performancën e trupit. Preferohet që të hani diçka përpara se të konsumoni kafe për të mbajtur të qëndrueshëm edhe sheqerin në gjak. Një efekt i rëndësishëm është rritja e gjasave për të shtuar në peshë. Sidomos ato që kanë në përditshmëri kafe në mëngjesit duhet të jenë të vetëdijshëm se prishin nivelin e insulinës duke çuar në dëshirën për ushqime me yndyrë të lartë dhe me sheqer. Antioksidantët të cilët përmbajnë sasi të madhe kafeje shoqërohen me disa lloje acidi që gjenden në shumë fruta. Një filxhan kafe i thjeshtë me stomak të zbrazët stimulon sekretimin e acideve dhe ndikon gjithashtu negativisht në sistemin tuaj tretës.